po sikur të ekzistonte një mënyrë, le të themi, krejt falas për të pasuruar një rezume profesionale. Dhe ju vetëm kaq, por edhe për të rritur ndjeshëm vetbesimin tënd si individ. Tamam, dhe ndërkohë imagjino që përmes kësaj të arrish të transformosh një lagje të tërë. Dhe e gjitha kjo? Pa shpenzuar asnjë qindark të vetme. Pikërisht, kjo tingëllon pak si surreale në botën e sotme. Sepse, të jemi të sinqert, sot gjithçka duket se ka një çmim, apo jo? Koha matet rreptësisht me para, kështu që ideja e të punuarit falas mund të duket si naive, në mos tërësisht e pa kuptimt për disa njerëz. Është një reagim shumë i natyrshëm në fakt, jemi mësuar me këtë mentalitet. Po, por kjo analizë thellë që do të bëjmë sot mbështetet në një burim mjaft të pasur të quajtur vullnetarizmi, fuqia për të ndryshuar vendin tënd. Dhe qëllimi ynë këtu është të kthejmë përmbyrs pikërisht këtë perceptim. Dhe është një mision shumë i rëndësishëm, veçanërisht për brezin e ri. E vërtet, sepse do të eksplorojmë se si të rinjt mund të nisin projektet e tyre komunitare dhe do të shohim pse dhënia e kohës, pa pritur absolutisht asgjë në këmbim, nuk është thjesht, domethënë, një gest i mirë, është një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm për të ndryshuar si shoqërinë, ashtu edhe vetë atë individin që po bën punën. Shiko, për t'i dhënë pak një kornizë këtij diskutimi tonë që në fillim, thelbi vullnetarizmit, nga burimi ynë, mund të përkufizohet shumë thjesht. Është akti i dhënies së kohës, i energjisë dhe aftësive për të ndihmuar komunitetin. Dhe i gjitha kjo pa asnjë lloj kompensimi monetar. Pa pritur pagesë. Pa pagesë, po. Nuk bëhet fjalë thjesht për t'u treguar i sjellshëm me dikën në rrugë. Në nivelin më të thellë, burimi e cilëson atë si një akt të pastër humanizmi dhe një shenjë të lartë të përgjegjësisë qytetare. Pra, kalimi nga ajo gjendja pasive, ku ne thjesht ankohemi... Ne jemi kampion për t'u ankuar. Tamam. Kalimi nga kjo gjendje në një gjendje aktive ku ti bësh pjesë e zgjidhjes. Eksaktisht. Në rregull, le ta zbërthem këtë pak më shumë, sepse në letër ky përkufizim tingëllon, jashtëzakonisht fisnik. Shumë i bukur, por bota reale, rrugët tona, funksionojnë me nevoja tepër konkrete, kemi problemet përditshme. Plotësisht dakord. Pasi përcaktuam çfarë është vullnetarizmi, ne duhet të kuptojmë se ku shkon saktësisht kjo energji. Domethënë, kush përfiton konkretisht kur një njeri vendos të ngrihet nga divani dhe të duroj kohën e tij. Si përkthehet kjo teori në një ndikim real? Atëherë, ndikimi më i drejt për drejt ndodh te ato grupe që ne ndoshta nuk i shohim gjithmonë. Grupet që përballen me vështirësi të përditshme, shpesh krejtësisht të padukshme për pjesën tjetër të shoqërisë aktive. Teksti ynë liston grupe specifike që mbështeten jashtëzakonisht shumë nga vullnetarët. Këtu përfshihen familjet e varfra, të moshuarit. Të moshuarit po, që shpesh vuajnë nga një izolim i thellë. Izolimi i tyre social është një problem masiv sot. Pastaj kemi fëmijët që kanë nevojë për mbështetje apo mentorim, personat me nevoja të veçanta, si dhe viktimat e krizave. Si në rastet e fatkeqësive natyrore, për shembull. Tamam. Por ajo që duhet theksoj dhe që vjen shumë qartë nga materiali, është se duhet kuptuar mekanizmi se si funksionon kjo. Nuk është vetëm çështje që ti dorëzove një qese me mushime dikujt apo e kalove një të moshuar me ata në rrugës. Është më shumë se aq që kuptoj. Është shumë më e thellë. Bëhet fjalë për thyejjen e izolimit. Kur një i ri, le të themi, viziton një të moshuar që jetoni vetëm, ai nuk po i bën thjesht atë ndihmën praktike aty për aty. Ai po i thot atij personi me veprime se shoqëria nuk e ka harruar. Dhe ky proces i thjesht krijon një besim, krijon atë solidaritetin që i bën komunitetet më të sigurta. Wow, kjo është shumë e vërtet. Më vjen në mendje një analogji që mendoj se përshtatet shumë mirë këtu. Vullnetarizmi është pak a shumë si ai llaçi mes tullave të një ndërtese. Si e ke fjalën? Domethënë, mendoje kështu, tullat janë vetë individët, ne të gjithë. Secila tull mund të jetë e fortë, e pavarur, mbase me shumë sukses. Por pa atë llaçin, pa atë solidaritetin që i lidh bashk, çfarë ndodh? Ndërtesa, ose në këtë rast komuniteti ynë, rrëzohet ose shkërmoqet në sfidën e parë sociale që na përplas. Ajo që është më gjepse këtu është se kjo analogji tregon saktësisht natyrën e këtij procesi. Ndiqma e ndërsjell merr një grup individësh, të cilët mund të jenë thjesht njerëz të rastëshëm që banojnë në të njëjtin pallat dhe i kthen në një rrjet jashtëzakonisht të fortë. Kur një grup njerëzish organizohet, bie fjala për të rregulluar një lulishte mes pallateve, ata nuk po luajnë thjesht stolat. Ashtu është.
Ata po krijojnë një precedent komunikimi. Ai ndërveprim shton sigurinë, rrit besimin mes fëmijëve dhe ul nivelin e frikës, sepse kur njeh atë që ke në krah, ndjeheshin mbrojtur. Kështu krijohet një ndërtesë e fortë për të përdorur shembullin tënd. E qartë. Tani, kjo natyrshëm më çon te një nivel tjetër, sepse nëse vullnetarizmi e bën këtë për një lagje të vogël, domethënë forcon këto komunitetet e vogla si llaçi mes tullave, si përkthehet e gjitha kjo në një shkallë kombëtare? Sepse këtu kalojmë nga lagja ime ose lagja jote tek i gjithë vendi. Ky është hapi i radhës, logjikisht. Po, por burimet tona ngrej një pikë këtu që le të themi dua ta sfidoj pak, sepse ata përdorin shprehjen që angazhimi vullnetar është patriotizëm në veprim. E vërtet, e përmendin shumë qartë. Po prit pak. A nuk tingëllon paksa si të thuash e egzageruar? Domethënë të thuash se pastrimi një parku është patriotizëm? Ne jemi mësuar ta lidhim patriotizmin me ngjarje të mëdha historike, me heroizma, me luftra ndoshta, jo me mbjelljen e 2 apo 3 pemëve në një fundjavë. Duket sikur e zbeh pak peshën e fjalës patriotizëm. Shiko, unë e kuptoj atë skepticizmin sepse historikisht atë dashuria është matur me sakrifica ekstreme. Por burimi ynë i referohet pikërisht asaj ndjesisë se vullnetarizmi është patriotizëm në veprim për një arsye shumë specifike. Dhe cila është ajo? Ai shpjegon se një vend zhvillohet shumë herë më shpejt dhe i përballon sfidat sociale shumë më mirë kur ka qytetar aktiv në kohë paqeje. Patriotizmi i ditëve tona nuk kërkon që të kapësh armët. Kërkon që të dalësh dhe të kujdesesh për hapësirën e përbashkët. Kur njerëzit investojnë nga koha e tyre për të rregulluar diçka publike, ata po e tregojnë me vepra dashurinë për vendin e tyre. Pra, është ajo ideja që patriotizmi thelbësor është mos e lësh shtipin tënde të kalbet. Tamam, por këtu lind një pengesë e madhe psikologjike. E di ku do të dalësh. Sepse shumë thonë, një person i vetëm nuk ndryshon asgjë. Po, e dëgjon kudo këtë frazë. Çfarë mund të bëj unë vetëm? Nëse e lidhim këtë me tablon e gjerë, ky është ndoshta miti i parë që duhet shkatrojmë gjatë këtij diskutimi. Sepse të dhënat dhe historia na tregojnë të kundërtën. Asnjëherë diçka e madhe nuk ka nisur nga 100.000 njerëz për një herë. Fillon gjithmonë nga një person, apo jo? Gjithmonë. Ai person i parë që del për të postruar një plazh, në fillim do duket i çuditshëm. Por fakti nga burimi është se ky shembull i mirë është jashtëzakonisht ngjitës. Kur personi i parë vepron, ai ndryshon psikologjinë e kalimtarëve. Personi i dytë e sheh dhe ndjehet i frymëzuar. Dhe kështu krijohet një lëvizje. Pra, një shembull i mirë mund të frymëzojë 10 madje qindra të tjerë. Është e jashtëzakonshme kjo si mekanizëm i fshehur dhe kjo lidhet shumë organikisht me temën e radhës, sepse nëse flasim se kush mund ta marrë këtë iniciativë më mirë, diskutimi kthehet te të rinjt apo jo, ata që duan të nisin këto projektet e para. Sigurisht, sepse rinia ka atë energjinë primare. Tamam. Deri tani folëm pak për ato që përfiton komuniteti, çfarë fiton shteti apo vendi, por le ta kthejmë pak dritën nga përfitimet e papritura personale. Këtu ndodh diçka që mua më ngjan gati si një altruizëm egoizëm. Altruizëm egoist. Frazë goditur. Po, sepse thelbi është që vullnetarizmi nuk ndryshon vetëm jetën e atyre që po ndihmohen. Ndryshon ndoshta po aq në mos më shumë jetën e atij personi që po jep atë ndihmë. Kjo është e dokumentuar gjërësisht në materiale. Përfitimet për individin dhe sidomos për të rinjt janë tepër konkrete. Nuk janë thjesht ndjesi të mira shpirtërore. Rendite në aftësi si rritja e vetbesimit, që është thelbësore sot, zhvillimi i aftësive të komunikimit në kushte reale, leadershipi, të mësosh të drejtosh njerëz të tjerë, vullnetarisht. Po, dhe gjithashtu fitimi i një eksperiencë reale terreni. Pa harruar një gjë shumë të rëndësishme. U jep atyre një kuptim, një qëllim. Këtu bëhet vërtet shumë interesante, sepse mendoj pak ironinë. Sot kemi student apo prindër që paguajnë shumë të jashtëzakonshme për të marrë pjesë në kurse leadershipi, qindra apo mijëra euro, për të ulur në një dhomë trajnimi e për të dëgjuar dikë se si zgjidhen konfliktet, ndërkohë organizimi një fushate falas, të themi, lyerja e stollave të lagjes, i përballë të rinë me situata reale. Të duhet të menaxhosh buxhete minimale, të pajtosh 2 vullnetar që po grinden mes tyre, dhe asnjë shkollë nuk t'i ofron këto aq praktikisht. Asnjë. Kjo është eksperiencë leadershipi që t'i jepet pas një faturë financiare dhe që mbetet përgjithmonë me ty. Dhe kjo shton theksin të një tjetër mit shumë të rrezikshëm që qarkullon tek të rinjt, i cili thotë,
Çfarë fitoj unë? Nuk fitoj asgjë nga kjo. Ky është miti i dytë që materiali ynë e hedh poshtë me forcë, sepse realiteti tregon krejtësisht të kundërtën. Çfarë fitojnë në të vërtetë në terma të karrierës, le të themi? Fitojnë eksperiencë të papaguar që në fakt ka vlerën e arit. Fitojnë respekt në atë komunitet. Krijojnë rrjete lidhjesh që nesër pas nesër mund të përkthehen në një vend pune dhe mbi të gjitha krijojnë një krenari personale. Vullnetarizmi bëhet mjeti perfekt për ata të rinj që duan të ndërtojnë një karakter të pathyeshëm dhe një profil karriere të besueshëm. Është praktikisht një stazh për jetën, por Po, e gjithë kjo tingëllon, domethënë absolutisht shkëlqyeshëm në parim, por tani dua të luaj pak rolin e skeptikut, të avokatit të djallit. urdhëro le ta dëgjojmë. Çfarë ndodh kur të rinjt thonë se janë të mbytur, totalisht të mbytur me leksionet, me shkollën, ose ndoshta me punë part-time sa për të nxjerr muajin. Dhe më e rëndësishmja, ata do të thonë, unë s'kam buxhet, nuk kam fonde, nuk kam mbështetje institucionale për të nisur një projekt. Do me thonë, si mund ta tejkalojmë këtë barierë masive të kohës dhe të burimeve financiare? Kjo është padyshim pyetja që vjen menjëherë sapo i thua dikujt bëhu aktiv. Dhe këtu të shmontojmë mitin e tretë që theksohet nga teksti ynë. Ideja se duhet të kesh shumë kohë të lirë. Është një gënjeshtër. Realiteti tregohet jesh shumë më fleksibil. Pra, nuk është një punë me kohë të plotë. As pak. Edhe 2 apo 3 orë në muaj përsëris, në muaj, mund të bëjë një diferencë shumë të madhe kur ato mblidhen. Kështu që koha nuk mund të jetë alibi. Po puna e lekëve. E buxheteve. Për sa i përket burimeve financiare, materiali liston plot forma të vullnetarizmit që nuk kërkojnë asnjë burim monetar. 0. Si për shembull. Për shembull, edukimi dhe mentorimi më të vegjëlve. Ti ndihmosh fëmijët e lagjes me detyrat e matematikës. Nuk kërkon buxhet, kërkon vetëm praninë tënde. Durimi i rrobave të vjetra, grumbullimi i tyre, nuk ka asnjë kosto financiare. Apo organizimi i miqve për të pastruar një blok pallatesh. Këto janë gjëra që varen nga vullneti, jo nga llogaria bankare. Kjo më pëlqen shumë, sepse i heq të gjitha justifikimet nga tavolina. Dhe kjo ngre një pyetje të rëndësishme. Si fillohet? Nëse dikush po e dëgjon këtë analizë të thellë tani dhe mendon, në rregull, jam i bindur, s'mduhen para, s'mduhet shumë kohë, cila është pika e parë e kontaktit? Teksti jep këshilla shumë praktike për fillestarët. E para është ndoshta më e lehta. Gjetja e një organizate lokale që operon aty pranë. Ata kanë nevojë gjithmonë për një palë dua shtesë. Pra, futesh në një strukturë që ekziston tashmë. Pikërisht. Opsioni i dytë është organizimi me miqt. E kthen atë thjesht në një aktivitet social pasditeje që mbaron duke pirë një kafe. Ose e treta, thjesht të fillohet një projekt personal, aq i vogël sa të jetë. Por pika më thelbësore dhe ajo që theksohet më fort se gjithçka tjetër në këtë burim është se nuk ka nevojë të jesh perfekt për të filluar. E vërtet, ajo dëshira për ta bërë gjithçka madhështore që në ditën e parë shpesh paralizon çdo veprim. Ashtu është. Mjafton të duash të ndihmosh dhe thjesht ta bësh atë hapin e parë. Perfeksioni vjen rrugës ose mbase nuk vjen kurrë. Dhe kjo prapë është në rregull, sepse impakti është bërë. Është një konkluzion i shkëlqyer. Pra, çfarë do të thotë gjitha kjo për ne? Teksa e përmbledhim pak të diskutim energjik, thelbi që nxjerrim nga këto burime është, mendoj, një rishikim i fjalës hero. Heroizmi nuk është gjithmonë diçka e madhe, nuk vjen me pelerina apo me ngjarje që dalin në lajmet e mbrëmjes. Në të shumtën e rasteve kalon pa u vënë re nga mediat. Tamam, ndonjëherë është thjesht dhërja e 1 apo 2 orëve të kohës sate, kur dikush tjetër është në nevojë. Vendet, pra të gjitha shoqëritë tona, bëhen vërtet më të forta vetëm kur njerëzit kujdesen për njëri tjetrin në nivelin e rrugës, të lagjes, në përditshmërinë e tyre. Dhe për ta mbyllur mesazhin që përcjell ky material drejt për drejt te kushdo që ka mundësi të veprojë. Sfida është që të bëhet vetëm një veprim vullnetar gjatë kësaj jave. Ndihmohet dikush konkretisht apo të pastrohet një hapësirë e vogël. Thjesht ideja që ndryshimi nuk pritet kënaqëbir nga lart apo nga të tjerët. Ai fillon gjithmonë nga brenda individit. Jam e bindur që kushdo që analizon këtë thellë e kupton fuqinë që ka në duar dhe për të mbyrë këtë analizë tonën të thellë për sot, do doja të ofroja një mendim të ri, disi provokues për të bluar bazuar në gjithçka që sapo u diskutua. Patjetër. Nëse ne jetojmë sot në një botë ku koha barazohet vazhdimisht me parat,
fakti që dhënia e kohës falas për të tjerët arrinte na bëjë ne si individ kaq shumë të pasur, na pasuron në leadership, në vetbesim, në lidhje të vërteta njerëzore. Kjo na fton të pyesim veten. A mos vallë duhet të rishikojmë plotësisht nga e para kuptimin e fjalës pasuri në shoqërinë tonë